Përmbledhja e ngjarjeve kryesore të ditës në Radio 7. Bashkëkryetari i Komisionit për Reformën Zgjedhore në Kuvendin e Shqipërisë Damian Gjiknuri paralajmëroi se shumica në pushtet është gati për të zbatuar votimin elektronik në të gjithë vendin. Gjatë diskutimit për raportin e KQZ-s për vitin 2025, Damian Gjiknuri tha se votimi elektronik është instrument për të cilin qeveria është shprehur e gatshme dhe mund të realizohet në bashkëpunim me opozitën. Dhe fatkeqësisht këtu i bëj thirrje opozitës, meqense unë kam koleg në Komisionin e Reformës Zgjedhore, që qeveria ka shprehur gatishmërinë me kohë për të financuar madje një vlerë financiare që shkonte mbi 50 milion euro për ta bërë në Shqipëri votimin në mënyrë elektronike. Nëse ka vullnet, ky është momenti që ne ta realizojmë me një qasje politike edhe në zgjedhjet e ardhshme. Jo zgjedhjet vendore, sepse për ato nuk ka kohë, por për zgjedhjet e përgjithshme kjo është e mundur. Më tej sqaroi se Komisioni për Reformën Zgjedhore do të njoftojë në seancën e ardhshme afatin pasi ka disa çështje të pazgjidhura mes palëve. Por një gjë do ta kuptojnë gjithë shqiptarët, që e vetmja mënyrë për zgjidhur konfliktet në një demokraci, apo për të qenë, apo për të pretenduar të vish në pushtet, është zgjedhja. Dhe pa një reformë zgjedhore për të adresuar dhe ato pak çështje që kanë mbetur nga raporti ose ODIHR-is, nuk ka zgjidhje tjetër. Prandaj do të kërkoja nga opozita bashkëpunim për të adresuar dhe ato pak probleme që kanë mbetur dhe që edhe ata i konsiderojnë të rëndësishme. Tha deputeti i Partisë Socialiste Damian Gjiknuri. Kryetari i grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Shqipërisë, i përfaqësuar nga kryetari Gazmend Bardhi, depozitoi në SPAK kallëzim penal kundër kryeministrit Edi Rama dhe ministrit të Turizmit, Kulturës dhe Sportit Blendi Gonxha. Shkak është bërë financimi me 4.2 milion euro të një aktiviteti privat të këngëtarit Kanye West. Partia Demokratike thekson se mbi kërkesën e një operatori ekonomik privat, ministri i Turizmit, Kulturës dhe Sportit Blendi Gonxha filloi procedurat për miratim në një akti normativ me synimin e këtij operatori t'i akordojë një fond për 4.2 milion eurosh nga fondi rezerv i buxhetit të shtetit. Eurodeputetja Tineke Strik paralajmëroi se antarësimi i Shqipërisë në Bashkimin Evropian është në rrezik nëse qeveria nuk ndryshon kursin për zonat e mbrojtura. Strik drejtoi një mision faktmbledhës për çështjet mjedisore në Shqipëri. Eurodeputetja holandeze ju bashkua edhe protestave në rrugët e Tiranës në fund të muajit kaluar, duke shprehur solidaritet me kauzën e tyre mjedisore dhe duke premtuar se zëri i tyre do të dëgjohet në Bruksel. Unë do t'i çoj këto mësime në Bashkimin Evropian në Bruksel, se populli është gati të bëhet antar i Bashkimit Evropian, por qeveria nuk është ende gati për këtë, deklaroi eurodeputetja Strik. Shqipëria ka humbur gati 25% të popullsisë që nga fillimi i vitit 2000, duke shënuar të kurjen më të fortë mes vendeve europiane. Sipas të dhënave të Eurostat, më 1 janar 2026 Shqipëria numëronte rreth 2.34 milion banor, nga 3.06 milion banor në vitin 2000. Në 25 vjet, popullsia e vendit është paksuar me rreth 721.000 persona ose 23.6%. Shteti i dytë me të kurjen më të lartë është Bullgaria, që ka një reduktim prej 21.6% në të njëjtën periudhë. Në vend të tretë është Kosova me 19.3%. Në Maqedoninë e Veriut, popullsia është kurur me 10%. Rajoni. Zeinullah Gashi propozohet krye prokurori i shtetit pas një votimi të fshehtë të zhvilluar në Këshillin Prokurorial të Kosovës. Pas përfundimit të procesit të votimit, Gashi arriti të marrë 5 vota nga gjithsej 6, duke siguruar kësaj mbështetjen e shumicës anëtarëve të Këshillit Prokurorial të Kosovës për të qenë kandidatura për dekretim nga Presidenti i Republikës Kosovës. Para fillimit të votimit, kryesuesi i Këshillit Prokurorial të Kosovës, Arjan Gashi, prezantoi raportin final të Komisionit për vlerësimin e kandidatëve për pozitën e kryeprokurorit të shtetit. Sipas këtij raporti, kandidati Zeinullah Gashi, kryeprokurori i prokurisë themelore në Prishtinë, është renditur i pari me 91.6 pikë, ndërsa pas tij u renditen Abdet Dema, Naima Bazi, Rafet Halimi dhe Shqipdon Fazliu. Përfaqësuesi i ri special i Bashkimit Evropian për Kosovën është Gjermani Dirk Schubel. Këshilli i Bashkimit Evropian miratoi diplomatin Schubel në vend të Ajavo Rav. Sipas njoftimit të Bashkimit Evropian, ai do të marrë detyrën më 1 shtator 2026 me një mandat fillestar 2 vjeçar. Në komunikat thuhet se Schubel është diplomat gjerman me përvojë të gjerë në një sër pozicionesh drejtuese në Shërbimin Evropian për veprim të jashtëm, në Komisionin Evropian si dhe në Ministrinë e Punëve të Jashtme të Gjermanisë. Aktualisht ai drejton divizionin për Rusinë në Shërbimin Evropian për veprim të jashtëm. Oda ekonomike amerikane në Kosovë ka bërë edhe një herë thirrje institucioneve të reja të vendit mbi përfshirjen në strukturën rajonale të gazit e lëngshëm natyror amerikan. Në një komunikat për mediat, Oda amerikane vlerëson se përfshirja e Kosovës në infrastrukturën rajonale të LNG-s amerikane do të mundësonte ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese brenda një afati relativisht të shkurtër,
diversifikimin e burimeve të energjisë, rritjen e fleksibilitetit të sistemit elektroenergjetik dhe integrimin më efikas të burimeve të ripërtëritshme të energjisë. Gjithashtu theksohet se kjo do të krijonte mundësi më të mëdha për sigurimin e financimit ndërkombëtar për projekte të realizueshme dhe të zbatueshme. Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës në Kosovë u bëri dhe një thirrje të gjithë qytetarëve të shmangin udhëtimin përmes Serbisë. Shkak janë bërë ndalimet nga autoritetet serbe me akuzat për krime lufte në Kosovë në vitet 1998-1999, nxitje të urrëties dhe cënim të rendit kushtetues të Serbisë. Ministria thotë se zyra ndërlindëse e Kosovës në Serbi ka informuar vendet e Kuintit dhe ka kërkuar ndikimin e tyre tek autoritetet serbe për këto arrestime. Rastet të ngjashme kanë ndodhur dhe në fillim të vitit 2026. Parlamenti Evropian ka dërguar një mesazh të qartë për Serbinë duke bërë të ditur se rruga e saj drejt antarësimit në Bashkimin Evropian nuk mund të ecë përpara pa përmbushjen e reformave kyçe dhe normalizimin e marrëdhënieve me Kosovën. Në një reagim të publikuar në platformën X, Parlamenti Evropian thekson se Serbia duhet të dëshmojë përkushtim të sinqertë ndaj vlerave dhe standardeve të Bashkimit Evropian. Përveç normalizimit të marrëdhënieve me Kosovën, institucioni evropian vuri theksin edhe tek nevoja për reforma në sundimin e ligjit, forcimin e standardeve demokratike dhe organizimin e zgjedhjeve të lira e të ndershme si kushte thelbësore për avancimin e Serbisë në procesin e integrimit evropian. Radio 7, zëri pozitiv I qytetit. Kuvendi I Maqedonisë së Veriut shqyrton ndryshimet në kabinetin qeveritar. Sipas propozimit, Igor Filkov shkarkohet nga posti I ministrit të drejtësisë, ndërsa në vend të tij propozohet Jeton Shazivari nga koalicioni Vlen. Ivan Stojković lirohet nga detyra si ministër për marrëdhënien ndërmjet bashkësive dhe emërohet ministri I vetëqeverisjes lokale. Shkarkohet ministri I vetëqeverisjes lokale Zlatko Perinski dhe pritet të emërohet drejtori I Fondit për Sigurim Shëndetësor. Në vend të Azira Eliut, ministër shëndetësisë propozohet Sasho Klekovski, I cili aktualisht drejton Fondin për Sigurim Shëndetësor. Për ministrin të marrëdhënieve ndërmjet bashkësive caktohet Agon Ferrati, ndryshime parashihen dhe ministrin e bujqësisë, ku Zvetan Tripunovski zëvendësohet nga Borçe Serafimovski. Në ministrinë e politikës sociale, demografisë dhe rinisë shkarkohet Fatmir Limani, ndërsa në vend të tij caktohet Gjoko Velkovski. Në ministrinë e kulturës dhe turizmit, Zoran Lutkov zëvendësohet nga Sedan Sulejmani, ndërkaq në postin e ministrit të shtetit në vend të Shaban Saliut propozohet Erxhan Demir. Vendimi I gjykatës kushtetuese të Maqedonisë së Veriut për rikthimin e emrave të kohës së ish Jugosllavisë në rrugët e Tetovës shkaktoi tensione në Këshillin Komunal. Gjatë shqyrtimit të rendit të ditës për propozimin e emrave të rrugëve në qytet, projekti I paraqitur nga opozitarja BDI për emërtimin e rrugëve u fut në rendin e ditës me 22 vota pro, 2 kundër dhe 1 abstenim. Vendimi për përfshirjen e kësaj pike në rendite erdhi pasi nuk kaloi pika e parë propozuar në seancë. Protestojmë që pika për emërimin dhe vendimin pika e parë nuk është kundër. Ka përmbajtur. Në këto kushte këshilltarët e Aleancës Kombëtare për Integrim kundërshtuan zhvillimin e mëtejshëm të seancës dhe protestuan për mënyrën e procedimit të pikave të rendit të ditës. Në teren ka nisur punimet për rrugën Tetov-Prizren, segmenti që kalon mbi fshatin Shipkovic. Lajmin e bëri të ditur kryetari I komunës Tetovës Bilal Kasami. Nga partia Vlen thanë se rruga Tetov-Prizren nuk është vetëm një investim infrastrukturor, por një lidhje strategjike mes shqiptarëve. Pritet që ajo të shërbejë si nxitje për ekonominë, turizmin dhe zhvillimin e rajonit. Kryeministri Edi Rama deklaroi se Shqipëria ka interes që marrëdhëniet ndërmjet popujve shtetformues në Maqedoninë e Veriut të jenë vllazërore, ndërsa theksoi se vetot gjatë procesit të integrimit evropian nuk I shërbejnë askujt. I pyetur për mundësinë e pajisjes së shqiptarëve të Maqedonisë së Veriut me pasaportë shqiptare për shkak të vetove të Greqisë dhe Bullgarisë në procesin e integrimit në Bashkimin Evropian, Ramo shpreh se Shqipëria nuk mund të marrë vendime të njëanshme që prekin harmoninë brenda familjes europiane. Për sa I përket çështjes pasaportave, ne nuk jemi një vend që mund të bëj çfarë doj dhe si doj kur vjen puna tek gjëra që janë të lidhura me harmoninë e brendshme të familjes europiane. Kjo duhet të jetë shumë e qartë. E kanë bërë bullgarët, po është e vërtet e kanë bërë. Kur e kanë bërë kur u bën antar të Bashkimit Evropian. Pse? Sepse pasaporta e tyre u bë shumë e fortë. U bë një pasaportë që garantonte lëvizjen e tjerë. Bota.
Britania e Madhe dhe Bashkimi Evropian ka vendosur sanksione të përbashkëta ndaj disa hakrave të dyshuar se ka lidhje me Rusinë. Shërbimi britanik i sigurisë kibernetike u bëri thirrje sektorëve kritik të forcojnë mbrojtjen online ndaj kërcënimeve që vijnë nga Moska. Në listën e sanksioneve të vendosura nga Ministria e Jashtme britanike janë përfshirë 24 individë subjekte të akuzuar se qëndrojnë pas operacioneve shkatruese, përfshirë rrjete ndërmjetëse të lidhura me shërbimet ruse të inteligjencës. Bashkimi Evropian njoftoi se ka vendosur masa kufizuese ndaj 9 individëve dhe 4 subjekteve, përfshirë oficerët e inteligjencës ushtarake ruse dhe kriminal kibernetik. Bashkimi Evropian synon të kufizojë më tej aksesin në rrjetet sociale për fëmijët nën moshën 13 vjeç në të gjithë Unionin. Ai theksoi se përdorimi i tyre duhet të lejohet vetëm në mbikëqyrjen e prindërve ose në ambiente edukative. Raporti artuar me nismën e presidentes së Komisionit Evropian Ursula von der Leyen u prezantuar në Bruksel. Disa vende të BE-s, përfshirë Spanjën, Greqinë, Gjermaninë dhe Austrinë, kanë shprehur synim për të vendosur ndalime ligjore për përdorimin e rrjeteve sociale nga të miturit deri në një moshë të caktuar. Von der Leyen ka shprehur së fundi shqetësimin për ndikimin e rrjeteve sociale tek fëmijët dhe ka ngritur një panel ekspertësh për t'i dhënë Komisionit rekomandime mbi mbrojtjen e të rinjve në internet. Ajo ka përmendur Australinë si një model të mundshëm, pasi vendi u bë i pari në botë që vendosi në fund të vitit 2025 ndalimin e aksesit në rrjetet sociale për fëmijët nën 16 vjeç. Grupi shtetëror francez i energjisë EDF mbylli përkohësisht 3 reaktor bërthamor, për 7 të tjerë paralajmëroi se mund të ketë nevojë të rregullojnë prodhimin e tyre të energjisë, ndërsa vazhdon vala e të nxehtit që përfshiu vendin. Sipas kompanisë, masa është një kërkesë për mbrojtjen e mjedisit për të shmangur shkarkimin e ujit tepër të nxehtë në lumenj që tashmë po ngrohen për shkak të valës së të nxehtit. Centralet bërthamore përdorin ujin e lumenjve për të ftuar reaktorët e tyre përpara se të lëshojnë ujin e ngrohur përsëri në lumenj. Më shumë se 10.000 viktima ka shkaktuar vala rekorde të nxehtit që përfshirë Europën perëndimore në fund të qershorit sipas të dhënave zyrtare. Rrjeti Euromomo, i mbështetur nga Qendra Europiane për Parandalimit dhe Kontrollin e Sëmundjeve dhe Organizata Botërore e Shëndetësisë, pohon se mbi 9.000 nga këto viktima ishin të moshës 65 vjeç e lartë. Temperaturat ekstreme mund të shkaktojnë goditje nga nxehtësia ose të përkeqësojnë sëmundjet kardiovaskulare dhe ato të frymarrjes, ndërsa të moshuarit mbeten grupi më i rrezikuar. Vala aktuale të nxehtit në Europë pritet të vazhdojë në shumë rajone përpara 19 dhe 20 korrikut, kur temperaturat pritet të ulen dhe të shfaqen stuhi të mundshme. Ndoqët edicionin informativ të lajmeve në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.